Pavarësisht vendosjes në funksion të landfillit të Shërishës dhe depozitimit të mbetjeve të reja urbane të njësisë administrative Orikum në këtë landfill dhe jo në fushën e vendgrumimit të mbeturinave, banorët e zonës thonë se problemi ende nuk është zgjidhur. Sipas banorëve të Orikumit dhe fshatrave përreth, mbetjet kanë mbetur të depozituara ende në këtë fushë, duke sjellë një sër problematikash. Problematika këto që sipas banorëve filloi nga ndotja e madhe që i shkaktohet njësisë së Orikumit, tokave, bregdetit të këtij të fundit, por edhe aromat e pakëndshme që vijnë prej tyre. Do rregullohet masa. Më thuaj diçka, kur ka erë për shembull, apo vjen era shumë e keqe çfarë. Vesh që nuk rri dot. Po në këto kushte jemi për momentin, pastaj do rregullohet masa. Ka situata që i vendosin flakën? Dhe i digëm nga njerë, po jo si më lare, bëjmë qikë më ndryshe na. Më të moderuar. Kefin e kemi nga mali, këtë bëjmë qikë ato, po atje nuk pare të bëjmë. Pra, ty mi kthejve nga zonë. Po vjen. Ke frikë për shëndetin, zotëri? Ke frikë për shëndetin? Shiko, unë banoj në Dukatëri, këtu janë djemët, në këtë lokalin që kam atë. Por është, kjo se s'kam më frikë, kanë frikë gjithë Orikumi, gjithë zona. Por se po jam utrime, jam Dukatëri, po është zona që e buan këtë punë. Duhet të zgjidhet, do të zgjidhet kjo shpresë. Është i shpresa vdes e fundit. Qa shkakton? Po jo atje, del ai lumi, ai lumi tha del, ku vetëm det. Ajri, lizen, dhe ne i lezën i bojnë. Kështu që? Ka dhe situata në Azjari, që ndosin Po ka, po ka. Po si s'ka. Sa vite po bën kjo situatë, kështu? Po vajtja e fjokoli. Atje i kanë derdhur. Andaj i kanë derdhur. Është imazh i keq dhe për besoj për zonën. Po si s'është? Po atje është bërë mal, dhe thanë që do heqim, tash i kanë orë në gartë. Kemi pat probleme. Sidomos në darkë, në mbrëmje dhe në mëngjes, nuk rrihet dot këtu, unë banoj të fitohet këtu. Ko që bleva hyrjen. Po si vjetë, thonë që i kanë heqë këte, bërë landfilli, nuk e di. Me të gjore kemë. Këtu nuk besoj se i hedhin këtu mbeturinat. Me ta kam paru. Hedhin shumë pranë, por ideja që ndronë, sa ndotje shkap këto? Shumë do tje. Do me thënë problemi i madh, unë u bragati t'i ka të fria në Dukat, me fëmijët, me kalamajt. Se këtu nuk banoj më. Aq problemi i madh ishte. Ndërkohë i vënë zjarin. Po lere ato janë anë të tjera, ato janë për më keq. Jo i mbulojnë me dhe, jo. Po çfarë ato i merr lumi, i çon prapë në det, i sjell në buzë të detit, kot bëjnë plazhe, tymi të gjitha ato këtej. Problemi i madh. Duke treguar se kanë frikë për shëndetin, banorët kërkojnë që kjo problematikë të marrë zgjidhje një herë mirë. Sipas tyre, mbeturinat duhet të hiqen nga zona, fusha të kapsulohet, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të shpëtojnë nga kjo problematik. Banorët tregojnë se ende pavarësisht se nuk depozitohen mbetjet e reja, aty regjistrohen edhe vatra zjarri, të cilat shkaktojnë më tepër ndotje për Orikumin dhe fshatrat e tij. Që kur ishte bashki? Është problematik për zonën si është? Si është problematik? Pse, çfarë ndodh? Ma shkruaj pak, çfarë probleme sjell? Jam ka që nga Frymare. E vërteta është që 2 fëmijë në një djep nuk tunden. O turizm o pislëk, këtu ka pislëk. Ka shumë vite dhe është problematike. Se herë u vën dhe zjarrin edhe bie aromë shumë e keqe. Ndërkohë kur ka erë të fortë, çfarë ndodh në Orikum, Dukat? Ndotet, bëhet tym re. Edhe aromat e pakëndshme vazhdojnë. Po, shumë e keqe. Ke frikë për shëndetin? Po si s'kam. Ne jemi me probleme. Jemi të smur gjithmonë. Kjo ndodh edhe për gjatë garit, kur ka sezon veror. Po. Dhe që kanë marrë arën kështu gjithë atje te vendi ku është. I ngrë era edhe. Është shumë problematike. Do toka. Po. Shumë problematike. Shumë keq, një ambient i qelbur, një gjë që nuk vëdor njeri. Po pse? Pse, nuk di gjë, nuk s'flas dot. Po sa vite vajti? Ka shumë dite, nuk e di, miru pash. Po çfarë problemi? Ma thuaj edhe këtë, çfarë problemi të sjell? Çfarë problemi? Nuk hapam do dritare tu qelbë. Ke frikë për shëndetin e Po që s'ka frikë për shëndetin, kam delin me fëmijë, u e kam u sap do dritare, nera kërëm. Vlen të theksohet se sipas informacioneve, brenda një afati të shkurtër kohor, pas vendosjes në funksion të landfillit të Shërishtës, është përcaktuar kapsulimi i fushës së mbeturinave në Vlorë dhe Orikum, por se sa do të realizohet kjo gjë, pritet të shihet në vijimësi.